Shikoni e brale, do nga tje ta krejtë. Au mërzit, a jo. La
Shumë. Shumë. Që t'ja larguar, kemi parë edhe Nusën e cila ka lënë shtëpinë e saj e fundit, duke vajtuar. Është momenti vështirë, momenti që ndahesh nga ata afërmit e tu, ndërkohë që Nusja pritet që të shkojë tek dhëndri, ne po i kushtojmë një hapësirë kohore, hapësirën e merituar dhe veshjeve dhe kostumeve tradicionale të Tetovës. Së bashku me mua është zonja Leila Halimi Lumani, muzikologe, e cila është mjaft e apasionuar mbas etnografisë dhe folklorit. Përshëndetje, mirë se vjen zonja Leila. Mirë, kemi të ekspozuara disa veshje këtu. Po. Pikë pari, këto veshje i përkasin rrethinave apo qytetit të Tetovës? Kjo si veshje është veshje e vajzave dhe është e përhapur në gjithë krahinën e Pollogut. Realisht, karakteristikat saja janë shamia me material të pambukt, e cila është zbukuruar me motive bimore dhe lule. Është gjaketa që nuk ka të shëndisur, pasi është për vajzat e beqare. Pastaj kemi dimit që janë me ngjyrë të kaltër, dhe ngjyra e kaltërt në këtë rast simbolizon thellësinë dhe inteligjencën e vajzës. Kurse sipër është kjo skutaqja apo përparsja, një sqarim, që është prej materialit të leshtë, është e bardhë dhe simbolizon pastërtinë e vajzës, dhe anësh ka punime, në këtë rast quhet skutaqje me kreje, do me thënë skajet i ka të punuara. Kjo nuk është një veshje ceremoniale? Jo, është veshje në përditshmëri. Këtu kemi një kostum të burrave, që përdoret po ashtu në përditshmëri, do të thënë nuk është për raste solemne, më tepër në malësi e përdorin, është shajak i zi, trash si material. Po, ka 4 shtresa, nga që kemi shajak me 2 dhe 4 shtresa. Është me 4 shtresa për kohë të ftohta. Pra kemi jelekun, kemi xhepat, ku mbajnë çfarë mbanin më përpara cigaret? Po, dhe fitilin, dhe orë. Pastaj është lurka e shkurt dhe pantollonet e zeza. Lurka është kjo? Lurka është kjo paltoja këtu sipër. Kjo kurse është këmisha që veshet në jelekun. Në raste kur për shembull barit kanë nevojë për ngrohje për të mbuluar, është edhe gëzofi prej lëkurës së deles. Kemi edhe një veshje tjetër? Po, ky kostum i takon dallon nga veshja e parë, këtë veshin gratë apo jo? Kjo është kostumi vajzave të Novosellës, është një fshat malor. Është karakteristik për ngjyrat që ka, domethënë, nëse shohim brezin, është e veshin gratë e martuara apo edhe këtë vajzat beqare? Për vajzat. Vajzat beqare. Vajzat beqare, po. Punohet me vek brezi, me fije të leshit dhe me ndonjë fije sërme për zbukurim. Është edhe kjo skutaqe shumë karakteristike për Novosellën, po ashtu e punuar në vek me fije të leshta. Këmisha zakonisht punohet me pambuk dhe mëndafsh, dhe kemi jelekun me gajtane të pambukta, që zbukurohet sipër edhe me ruza, dhe shamia po ashtu, që është e pambuk dhe anësh ka oja apo dantel të punuar. Ndërkohë, tek Albani shoh që janë ekspozuar edhe 3 veshje të tjera, shumë të bukura. Atëherë po e pres zonjën Leila të vi këtej, sepse edhe këtu ka veshje të cilat në fakt marrin syt me ngjyrat dhe me bukurinë e tyre. Dhe e nisim nga kjo veshje këtu. Kjo është karakteristike për rajonin e Pollogut, i takon fshatit të Sallarevës që gjendet në mal të thatë dhe është mjaft i pasur si kostum, e veshin nuset, ka shumë elemente, është këmisha ndër me copë e bardhë e pambukt, e cila është zbukuruar në qafë, te krahët dhe në fund me ruza. Ndër është jeleku që duket bakës, i punuar me sërm të bardhë. Këtu, kjo pjesë. Do me thënë, brenda kësaj është jelek. Sipër është anteria, quhet kjo pjesa e sipërme.